Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi në Radio Televizion e Kosovës. Si çdo javë dhe këtë javë po e nisim me kalendarin historik, cilat janë ngjarjet e veçuara për sonte. Do na tregojë Njomza më së miri. Po, Fisnik, përshëndetje dhe nga unë për gjithë shikuesit e emisionit ton. Sonte kalendarin historik e nisi me ngjarjen e 15 maj të vitit 1937, u lind ish sekretare amerikane e shtetit Madeleine Albright. E para grua në postin e lartë të sekretares amerikane të shtetit lindi si Maria Jana Korbelova në prag të Çekoslovakisë. Ndryshe, Madeleine Albright është një nga figurat shumë të rëndësishme për shqiptarët. Më 11 maj të vitit 1916, Albert Einstein shpall teorinë e përgjithshme të relativitetit, teori geometrike e gravitacionit dhe përshkrimi i tanishëm i gravitacionit në fizikën moderne. Për shembull, ajo nënkupton ekzistencën e vrimave të zeza, në të cilat hapësira dhe koha deformohen në mënyrë të tillë sa asgjë, madje as drita, nuk mund ta shpëtojë. Më 8 maj të vitit 1886, farmacisti amerikan John Pemberton tregton për herë të parë një pije të gazuar me emrin Coca-Cola. Ngjarja tjetër që kemi veçuar për sonte është 12 maj i vitit 1637. Në Francë, kardinali Richelieu krijon thikën e Tryezës për të hequr zakonin e neverritshëm të shqyrjes së ushqimit me dhëmb. E më 14 maj të vitit 1932, në New York, zhvillohet parada me moton Duam birra. Ishte periudha e ndalimit të pijeve alkoolike nga viti 1920 deri në 1933. Kritikët thonë se ky ndalim çoi në pasoja të padëshiruara, të tilla si shtimi i organizatave kriminale duke përfshirë mafian moderne amerikane. Këto pra ishin ngjarjet që kemi veçuar nga kalendari historik, që kemi përzgjedhur pra për sonte. Tani është koha për pjesën tematike të emisionit me Fisnikun. Atëherë faleminderit, vazhdojmë me rrjedhën e emisionit Arkivi. Ori është një qytet turistik, dikur i kishte afro 15.000 banor. Veçohet për nga bukuria e saj, sidomos atë e bën më atraktive edhe shumë liçeni i cili shtrihet përgjatë qytetit. Ori ka dhe margaritarët e vet, që janë të njohur në botë. Punonjësit e vyeshëm të margaritarëve punojnë me dyrë të mbyllura, stolit e tyre për të ruajtur fshehtësinë e këtij profesioni. Të mësosh fshehtësinë e të punuarit të margaritarëve të Orit ishte privilegj i pasanikëve, që nga viti 1928 ekziston reseta e cila është sjell nga një emigrant turk, Jovan Subanović, i cili kishte ardhur nga liçeni i Bajkallit dhe e kishte sjellë në Orë. Në një material arkivor të vitit 1980 do të mund të ndjekim këta zejtar të rrallë në Orë, të cilët me përkushtim i punonin stolit nga perlat e Orit. Ta ndjekim. Ohri, ky qytet i bukur turistik, me afro 15.000 banor, ka shumë çka të bukur, tërheqëse atraktive, por mbi të gjitha shquhet me liçenin që mban emrin e tij. Ohri ka edhe margaritaret që janë të njohur në botë, njësoj sikur edhe vetë liçeni, nga peshqit e të cilit punohet i ashtu quajturi emulzioni enigmatik. Kur duart e vyeshme të punonjësve të margaritarëve zën ta punojnë emulzionin, dyert mbyllen për të ruajtur fshehtësinë e këtij profesioni. Ngjan kjo një herë në vit apo një herë në 5 vjet. Nga një herë kurreshtarët i përcjellin punonjësit e margaritarëve me qëllim që të mësojnë fshehtësinë e tyre, i pyesin drejt për së drejti apo tërthorëzi, por më kot. Nuk arrin dot të mësojnë gjë prej tyre. Posa të çelet biseda për mënyrën e punimit të tyre, çdo përgjigje mjeshtërve të margaritarëve është e paqartë. Kështu ndodh me secilin që do të di sa do pak për këtë zejë të rrallë të vetme në Evropë.
Kështu ndodhi edhe me ne kur e pyetëm Jusuf Kahremanin, jo për fshehtësinë të punurit të margaritarëve, sepse ky ishte e pamundur që të na tregojë, por thjesht për numrin e familjeve që merren me këtë zeje. Nga frika se ndonjëri prej tyre do të na tregojë fshehtësinë, ky u përgjegj me zërin e disa mjeshtërve të margaritarëve të tjerë. Po tash, nuk i kam pjellë unë ta dëftoj atë si e qunë, ka që punojnë me dyqan do t'i shqivu. Ku e di si e kanë marrë ata, si e kanë punu atë, ku e di unë. Unë nuk jam i kësaj punës tamam pa të takoj që si. Ruajtjen e fshehësisë të punurit të margaritarëve lypset kërkuar në rrënjë të thella të kohrave të përëndura. Të mësosh fshehësinë të punurit të margaritarëve të Ohrit ishte privilegj vetëm e pasanikëve. Ndaj edhe sot thonë këtu se më mirë është të dish se si punon këto stoli shekullore, se sa të kesh çfarëdo punëtorie të zejeve të tjera. Për këtë arsye këtë fshehësi sot e din vetëm një rreth i ngushtë familjesh, të cilët me xhelozi e ruajnë dhe e përcjellin brez pas brezi vite me radhë. Këtu janë dy familje që i punojnë margaritarët më së 40 vjet. Këto janë familjet Fileva dhe Taleva. Mirë po, fshehësia është zgjeruar pak. Tash i punojnë edhe disa familje të tjera. Në fund të këtyre 15 vjetëve me këtë zeje merren edhe vëllezërit Jusuf Latif Kahremani me familjet e tyre. I dvojica braća Kahreman Jusuf i Kahreman Latif sa njihove porodice. Radi i Dimitar Golev. Punon edhe Dimitar Golevi. Këta janë 3 mjeshtër të rinj, ndërkaq i fundit jam unë, Tomçej Ivanovski. Është interesant se dikur për fshehësinë e përpunimit të margaritarëve kanë ditur vetëm meshkujt. Femrave nuk u kanë mësuar zejen sepse ato me kohë shkojnë në fis të huaj ose janë të fisit të huaj dhe në këtë mënyrë fshehësia do të merrte dhe unë. Punojësi më i njohur i margaritarëve të Ohrit ishte Jovan Bane Talev, i cili i pari thyen rregullin. Ai duke parë se ishte moshuar, pra duke ndjer veten se nuk do të rrojë edhe ndonjë vit, ia zbulon fshehësinë të shoqës. Bashortja e tij Galaba, që ishte femra e parë e cila mësoi për fshehësinë të punurit të margaritarëve, atë ditë kur e vizituam, s'deshit na thot asgjë për këtë çështje. Sot ne të rinjt për punimin e margaritave nuk e fshehim nga femrat. Ja, si po shihni, bashortja ime di të punojë margaritarët, kurse më parë ishte fshehësi për të. Në Ohër mësuam për një lloj legjende se si u soll kjo zeje këtu. I pari që është marrë me këtë punë na qenë ka një far Jovan Subanovici nga Kostajnica, i cili duke shërbyer si ushtar austro-hungarez në Rusi, në liçenin e Bajkallit dhe në atë Kaspik, kishte parë peshqit të ashtu quajtur frigacak, nga të cilët është punuar emulzioni, ky lëng i pararuar që ju jep shkëlqim margaritarëve. Me të arritur në Ohër, Subanovici të njëjtët peshq i vren edhe në liçenin e Ohërit, por duke mos patur mundësi materiale që të filloj e t'i punoj vetë, këtë u propozon vëllezërve Talev, tregtarëve të njohur të stolive nga Ohri. Dhe nuk vonon shumë e puna fillon të lulëzoj. Margaritarët e Ohrit, ashtu sikurse edhe sot, bëhen të njohur në tërë Evropën, por vëllezërit Talev, siç ndodh zakonisht në këto raste, e largojnë Subanovicin e ky pasi nuk arrin ta mbrojë në gjyq të drejtën e patentit, në ndërkohë fshehësinë ja tregon kafexhiu të njohur të Ohrit, Filevit, i cili më njëherë pas luftës së dytë botërore braktis kafenen dhe fillon të ushtroj zejen e margaritarëve, me të cilën kjo familje merret edhe sot e kësaj dite. Bashkëshorti im pastaj ma lë trashëgim zejen e margaritarëve, me të cilën merrem që 31 vjet, ku më ndihmojnë edhe fëmijët. Ne e çmojmë këtë zeje si më të mirë në vend.
to je porodica Kjo është familje që Mendi ka krijuar dhe i ka afirmuar margaritaret. ovaj zanac. Ju jeni familje më e vjetër. Smo najstarija porodica. Po, ne jemi familje më e vjetër që punojmë këtë zeje origjinale të Orit, por është edhe një familje tjetër. Ajo është familje Radimo kao original. Taleva. Të mësosh fshehësinë të përpunuarit të margaritarëve nuk është punë e lehtë. Disa patën fat dhe trashëguan këtë zeje, ndërkaq disa të tjerë me punë shumë vjeçare, duke bërë analiza të ndryshme, arritën që të mësojnë të punuarit e kësaj zeje të bukur e të rrallë. Unë këtë margaritan punon ka 5 vjetë. Me ky zanat unë filloj një plak peoriu. Ajo familja s'ka. Unë shkokja e plakut E luten atë. e luten, ajo për këtë viserat, ajo na çfarë është Si punohet? si punon me këtë imullziat, Po. ka ato një formula, ajo me dëftoj kretë. Ere, pastaj unë punon zanati mua është me sedef. Ere, zanat sedef me biserat, ato është një soj është. Ja bavim se odavno, ali ima efektivne 8 godina koji... Unë ka herë merrem me këtë zeje, por në mënyrë efektive e punoj që 8 vjetë. Shumë vështirë e kam mësuar teknologjinë, sepse askush nuk donte që të më mësoj teknologjinë e përpunimit. Më në fund, ka disa vjetë që i kam rënë fije teknologjisë së një mend të punimit të margaritarëve. Unë jam lind këtu, në orë. Po babet e babës kemi mbetur të vogël, një 2 vëllazër. Nëna ishte gjallë, unë më urritëm, u martuam neve ashtu, pe nëna se u mësu në Shqipë. Ajo folte Shqipë, neve po mësu. Sa fëmijë keni? 5. Këtë zanatin e kam i fituar neve pe babës. Baba ime e ka punuar para 20 vjetë. Atëherë se ka shko mirë zanatin e ka mbet ashtu, nuk e lëshoj, neve tashti e kam izu gene atë zanatin, e ne punojmë, fitojmë mirë. Para punojshemi me mollat, me bakshërangjëllak, tashti turizmën. Mjeshtrit e margaritarëve, kur i punojnë këto stoli kaq të bukura e me vlerë, të cilat pastaj i ekspozojnë nëpër punëtoritë e tyre, me to krijojnë atraksione artistike të njëmënda që secilit vizitor ja tërheqin vëmendjen. Prandaj shumë kush zejtarët e margaritarëve nuk i quajnë vetëm mjeshtër të rryer e fisnik, por artist të vërtet të zejes që ua ka lakmi secili. Kurse punëtoritë e tyre ju ngjajnë galerive artistike për plot gjësende tërheqëse, joshse e mjaft atraktive.
Ndonë se punoj mjaft, as pak nuk lodhemi sepse punimi i margaritarëve është mjeshtri që të tërheq, të knaq. S'dim nëse ka ndonjë zeje më të mirë se kjo e punimit të margaritarëve. Për një mend jemi të lumtur që ushtrojmë këtë zeje, në thanë pothuaj të gjithë mjeshtrit e këtyre stolive. Se si arrin t'i punojnë këto stoli kaq të bukura, pothuaj prallore, do të mësojmë nga Tomçe Ivanovski, i cili ndryshe nga të tjerët u qel pak më shumë ndaj nesh. Ja, ky është peshku i ashtu quajtur frigacak, nga i cili punohet emulizioni. E kur lëngu i tillë punohet, gjithë lagjes i vjen era e peshqive të farguar. Fqinjët në ndihmojmë t'i pastrojnë peshqit në mishën e tyre u a japim për ta ngrënë, sepse ne nga peshku i tillë marrim vetëm këtë pjesë të argjend të tij. Pas kësaj vijoj pastaj Tomçe, po shkojmë në shtëpinë time për t'ju treguar praktikisht se si punohen margaritarët. Kjo është dhoma ime e zakonshme, të cilën e shfrytëzoj edhe si punëtori. Kurse kjo është familja ime, bashkëshortja dhe të dy djemt. To je jedan veći sin, kako se vi kažete? Oliver. I ovaj manji sin, kako se vi kažete? Kaži? Hristo Ivanovski. Oni nekad me raspolože na posao, nekad me razočaraju. Derisa punoj, fëmijët më defrejnë e gëzojnë, por din edhe të më zemrojnë, të më dëshprojnë. Puna na shkon mirë, për këtë dhe fitoj mesatarisht. Zaradimo nekako, kako da kažem, srednji. Mi da se hvalim, a i... A punoni shumë? Si jo, e shihni një qafore duhet punuar për më shumë se gjysmë ore. 30 minuta da se izradi do 40 minuta jedna ogrlica. Mislim, 6-7 puta treba da se lakira svako... Duhet ta lyjm 6-7 herë se cilën rruz. Radimo, vidite, ovo svako jedna... Ja pra, këtë duhet kompletuar të tërën. 7 puta. Nove čačkalice ovde i onda da se kompletira da se veže prema dužini. Za sad je bilo, ja mislim, to tajna do sada i kao javnost da je nekoliko puta izjavila da je to preko neke informacije tajna za ovog materijala, mi ovaj repromaterijal dobijemo iz inostranstva. Repromaterialin e marrim jashtë vendit. Repromateriali është një guace madhe e detit. Paraparsisht më e madhe se ky biologjik, e cila rritet në Tahiti edhe në detet të tjerë të nxehtë, kurse te ne nuk ekziston. Quhen margaritar të orit për arsye se ky llak, kjo glazur që jemi duke punuar, momentalisht është shkëlqimi, ndërsa kur punohet edhe ky tjetër shkëlqim, atëherë quhet margaritar i orit. Shkëlqimi i tërë është ky në këtë shishe për të cilin duhet shpenzuar 800 kg peshq frikacak. Ova tehnologija obrade koja vidite sa jedne strane... Teknologjia një mend të qëndron në këtë që jeni duke e parë. Në njërën anë janë margaritarët e në tjetrën sedefi guacës e përpunuar. Me këtë kemi përfituar në njërën anë shkëlqimin e qelur, në anën tjetër shkëlqimin e mbyllur. Kur këto dy elemente i përfitojmë, atëherë kemi punuar margaritarët origjinal të orit. Dve su mutne strane, a dve su svetlije. I to pravi
mislim, prvobitan element je to za sama školka obrane. Pravi biser, to koji vidite Ja pra këta janë margaritaret original të orit, të lyer me emulzion të peshkut frikacat, që kanë gjatësinë deri në 12 cm. Në botë ekzistojnë vetëm margaritaret japoneze dhe këta të orit. Zejtare të rrallë të margaritarëve të ohrit janë bërë të njohur anë mban vendit dhe jashti. Punëtorit ku i ekspozojnë stolitë e bërën nga margaritaret, sidomos gjatë sezonit turistik, janë përplot me vizitor e blerës të ndryshëm të vendit të jashtëm, që për ore kanë vetëm fjalë të mira për ta e për punën e tyre. A jeni për herë të parë këtu? Jo, këtu isha për herë të parë para 4-5 vjetësh. Nga jeni? Jam nga Spliti. Çka ju pëlqen më së shumti këtu? Çdo gjë e punuar prej margaritave më pëlqen. Ka gjëra të bukura për t'i blerë si stoli. Ju, çka mendoni për stolinë e kësaj punëtorie? Jam shumë e kënaqur me këtë stoli. Unë isha këtu para 2 vjetësh dhe sërish u ktheva për të blerë këtu për vete dhe familjen, për miqt. Da bi kupila i sebi nadopunila i sa pustim narudžbama od prijatelja i rodbine jer su bili oduševljeni onim što sam donijela i sad imam ceduljice napisane. Dhe çdo gjë që duhet blerë i kam të shënuar në letër. Që mendoni për çka janë karakteristike margaritaret? Janë shumë karakteristike, sidomos me formën e tyre, bukurinë, shkëlqimin dhe me shumë çka tjetër. Ndoshta janë të lirë në krahasim me ato që disponojnë. Që mendoni për shërbimin? I shkëlqyshëm. I shoqoj gjatë dhe kjo si pengon as pak. Madje, nëse blej pak më shumë, i zbresin çmimet e stolive. Paraqituni ju lutem. A ndodheni për herë të parë këtu? Po, për herë të parë ndodhem në orë, pra edhe në këtë punëtori. Çka mendoni për këtë margaritar? Janë shumë të bukur, magjeps, gati prallor. Për këtë kemi ardhur që t'i blejmë deri më tash. S'më kanë rënë të shoh margaritar. Kjo më është hera e parë. Nga kjo zi e rrallë dhe shumë e çmueshme, sot në Ohër jetojnë disa familje. Prej këtyre solive të margaritarëve kanë mjaft levërdi. Me to, sigurojnë jo vetëm kafshatën e bukës, por në sajet e tyre jetojnë ndoshta më mirë se zejtarët e tjerë. Këtë zanat unë banë familje, kam 3 fëmijë, kam baba, nona kam, e gruja normal. Prandaj kësëm në këtë zanatin fitohet, nuk aqë, ama gene fitohet për të roj. Me ju punojnë fëmijët? Me neve punohet 10 veta fëmijët, kretë familin që që kami, kretë punojnë me këtë zanatin. A shkojnë në shkollë fëmijët?
Shkon po, disa njerëj, ma shumë duhet të punohet, duhet malë të qitet që ne... Unë jam djali 5 i Latif Kahremanit, por familja jonë është edhe më e madhe. Kemi edhe shumë nipa e mbesa. Të gjithë jetojmë e shkollohemi nga kjo zeje. Unë fjala vjen, vjoj vitin e dytë në shkollën e mesme ekonomike. Kështu mësoj dhe punoj, thot Ahmet Kahremani. A keni levërdi që t'i punoni margaritarët? Po, paguhet, por pasi që është fshesi i punimi tyre, duhet t'i punojmë vetë, pa punëtor të tjerë që s'janë të familjes sonë. Ndërka që procesi punës është i gjatë mirë, po me gjithë këtë punë na paguhet. Je tako bi nam ne se isplatilo. Kjo është punë e vështirë, por mundi paguhet shumë fish pasi që fshesia profesionale ruhet me shumë xhelozi e dashuri ndër punojësit e margaritarëve. Megjithëse është atmosferë intime, nuk mundem t'ju tregoj fshesin e këtë s'do t'ju tregoj askush, sepse është punë e mundimshme që të arrihet ky llak, në përbërjen e të cilit qëndron kualiteti. Pra, kjo këtu është fshesia. Ja, si po lëvizë fshesia që s'mundeni ta dini formulën e përpunimit. Vidite, tajna je već, vidite sve vi, taj lak kako se kreće, kako radimo sve, ali u tome je tajna što supstanca vi ne možete da znate i formula, tehnologije obrade. Prandaj edhe më tej fshesia mbetet fshesi. Si t'ju them, është fshesi për arsye se margaritarët janë të çmueshëm, për këtë fshesinë e mbajmë vetëm në familje. Pra nuk lejojmë që t'i punojmë me ata që si kemi në familje, kjo është gjë normale. Fshesin e ruje thjesht për shkaqe materiale. Merreni me mend sikur ta dinin shumë vetë, do të bëj konkurrencë. Vlera pra do t'ju kishte rënë margaritarëve. A svaki ide od to, recimo, prvo čovjek vidi kako sam se muči, a zašto sad da oda tajnu drugome. Mund t'ju tregoj fshesin dikuj për shkaqe sentimentale, mikut ose ndonjë shoku të mirë. A kishit për ta shitur fshesin për të holla? Jo kur, s'kisha për ta shitur sepse as unë se kam fituar me të holla. Rujtja e fshehësisë edhe më tej mbron shkëlqimin dhe bukurinë e këtyre stolive të Ohrit. Kjo ka sjell afirmimin e Ohrit si qytet margaritarësh nëpër masa evropiane dhe jashtë saj, ndërka që kontributi material që japin punonjësit e margaritarëve qytetet të tyre është mjaft i çmueshëm. Nesër ai do të jetë edhe më i vlefshëm për Ohrin edhe më gjerë, kur siç na thënë ata, do të bashkojnë mjetët dhe punën e atë botë fshesia profesionale do të kaloj prej familjes në fabrikë margaritarësh, ashtu siç patën vepruar dikur filigranistët tanë të Prizrenit. Pra pam këtë material arkivor të vitit 1980 me këta zëjtarë të cilët i punonin këto punime. Por Ohri si qytet i bukur ka qenë burim edhe i kulturës dhe muzikës shqipe.
Njomza, më së miri do të na tregoj dhe na shpalos se për çka bëhet fjalë. Sonte nuk do të largohemi nga qyteti i bukur i Ohrit. Në vazhdim do të mund të ndjekim sazet e Ohrit. Me një material ekskluziv të vitit 1978, disa nga këngët e kënduara me sazet e Ohrit do të mund të shihoni muzikën e kësaj ane. Krahas kësaj muzike mund të keni rastin të shihni edhe bukurit e liçenit të Ohrit. E ndjekim bashkë.
Me performancën e kësaj shoqërie kemi ardhur deri në fund të arkivit për sonte. Emisionin mund ta gjeni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube dhe në faqet tona në Facebook dhe Instagram, Arkivi RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në javën tjetër.